Si na nxehtë nis edhe me problemet e ujit të pishëm në rrethin e Tepelenës, janë një sërish komuna që përballen me mungesën e ujit për shkak të amortizimit të rrjeteve njëherëzi, edhe për mungesë investimesh për vite me radhë. Kreu i Usjellës Tepelena Arben Kaçori po për radio televizionin Alpo se tashmë nisin problemet me furnizimin normal me ujë, ndërsa ndërmarrja ka të pamundur të menaxhojë kaq shumë rrethina ku vjetra edhe mungesa e fondeve për kaca. Kryesisht më problematike janë zonat e thella malore, pasi edhe ndërhyrjet në rrjet janë thuajse të munguara ndër vite me radhë. Me ndarjen e re territoriale, Ujësiellësi i Tepelenës ka në jurisdiksionin e tij edhe 72 fshatra. Që nga viti që shkoi neve kemi parë gjendjen aktuale, gjendja shumë e mjerueshme, por duke parë pozicionin gjeografik shumica e tyre me vetë rrjedhje dhe problematika më e madhe e tyre do të jetë në sinën e verës, ku dhe sasia e ujit bie në përburime. Kemi ndërhyrë në fshatin Dukaj, është gjendja shumë e mirë nën kontroll. Kemi ndërhyrë në fshatin Dragot dhe jemi në punën e sipër dhe në fshatin Lekël, që ma përmendet për problematikën. Fshati Lekël, duke përfituar që ka dhe burimin që vjen për në qytetin e Tepelenës, ujë marrin vetëm një pjesë e fshatit me rujë 24 orë dhe një pjesë tjetër merr furnizim me pompë sepse tillë është pozicioni gjeografik. Por duke qenë që ata mësuar me ujë që kanë shpërdoruar dhe për vaditje, çka neve kemi në jurisdiksionin tonë, në licencën tonë që neve do të përgjigjemi popullatës vetëm me ujë të pishëm 24 orë. Kjo është obligimi dhe detyra jonë. Po ashtu dhe në bashkinë me Maljej, po ndërhyjmë në fshatin Kalivaç, duke vënë macat, kemi bërë shpërndarjen e rrjetin e brendshëm dhe po vendosim macat, që ai ujë që shkon, secili nga banorët ta marr me 24 orë dhe jo siç merrte me orar 1 orë ose 2 orë në ditë. Atëherë në zonën e Kurveleshit po them që do kemi problematik në fshatin Progonat, të cilët edhe pse kanë ujë, po kanë një rrjet të brendshëm të amortizuar. Kemi në krahin në zonën e Lopsit, siç janë fshatat Dëmbla dhe Sinanaj, të cilët ishin jashtë funksionit deri pak kohë, sepse nuk ishin pompat në gjendje pune transformatorët. Deri tani është normalizuar situata, po do ndërhyjmë me rrjetin e brendshëm, pastaj lë shumë për të dëshiruar. Ai ujë që shkon nuk shkon tek banorët sepse rrjeti është i amortizuar. Ne kemi evidentuar të gjitha problemet në këto fshatra dhe hartojmë programe për të ndërhyrë duke bërë projektet e duhura për secilin fshat. Por sot për sot neve jemi duke bërë zgjidhjet më emergjente, pra që popullata të mos të rri pa ujë. Kemi raste unikale që ne mund të shohim me 80 metrë kub ujë në një fshat që është me 50 shtëpi dhe ai ujë nuk ka asnjë orë ujë në ditë që fshati Vasjar, që vuan vetëm për rrjetin e brendshëm. Nëse ai do të kishte rrjet të brendshëm, ai do të kishte ujë 24 orë. Dhe këtu na lind edhe problematika sepse nëse banorët nuk e kanë ujin 24 orë dhe pagesa do të lësh shumë për të dëshiruar nga ana e tyre. Situata për ujin e pishëm jo pak herë krijon probleme në fshatra, pasi në këtë periudhë ky i fundit është mjaft i nevojshëm për vaditje të tokave bujqësore.